Kjo është historia e një vajze të re, e cila ndëronte të bëhej arkitekte. Por një profesor i shkatëroi jetën dhe i vuri shenja të thella që ende ndjekin çdo ditë. Ermira erdhi nga një qytet i vogël, ku gjithçka ishte e thjeshtë dhe njerëzit jetonin me mundime. Familja e saj ishte e varfër. Në atë qytet të vogël, kur vajzat arrinin një moshë të caktuar, zakonisht nuk ëndëronin për karriera apo arsimim të lartë. Ato që ndronin në shtëpi, punonin dhe kujdeseshin për familjen, ose shpesh martoheshin për të ndihmuar familjen që të mbijetonte. Por Ermira ishte ndryshe. Ajo kishte një ëndër të madhe. Donte të bëhej arkitekte. Për të paguar shkollën dhe për të mbijetuar në Tiranë, punonte si pastruese në një dyqan të vogël. Të dyja, punën dhe studimet, i mbante në balancë. Ajo ngrihej herët në mëngjes dhe studionte gjatë gjithë natës. Kjo ishte jeta e saj, dhe ajo e dinte që pas çdo lodhjeje dhe mundi, një ditë do të mund të realizonte ëndrrën e saj. Në fillim gjithçka shkonte mirë. Dyqani e respektonte dhe ajo e kishte mundësinë të punonte orë shtesë për të munduar të merrte më shumë para. Studimet gjithashtu po shkonin për mrekuli, edhe pse Ermira nuk kishte shumë kohë për të kaluar me shokët dhe kolegët. Gjithsesi, ajo ishte e kënaqur, sepse po bënd ato që donte. Por me kalimin e kohës, punët filluan të bëheshin gjithnjë e më të vështira. Dyqani filloi t'i kërkoj orë shtesë pune. Ermira, e lodhur dhe mbi ngarkuar, nisi të mungonte në disa leksione të mëngjesit. Një ditë, pasi e pa shumë herë të mungonte, profesori i saj i arkitekturës, një burr i quajtur Mark, e thiri pas një prej leksioneve. Ai i tha që kishte vënë në re mungesat dhe e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull. Ermira, e shqetësuar, i tregoi profesorit se po përpiqej të balanconte punën dhe studimet dhe se nuk kishte shumë mundësi tjetër. Ai e siguroi se ishte në rregull dhe se nuk kishte asnjë problem. Ai i tha që do t'i ndihmonte dhe gjithçka do të kalonte. Ermira e ndjeu se profesori ishte i kuptueshëm dhe u qetësua për pak kohë. Por problemi erdhi papritur dhe në një moment që nuk e kishte pritur. Në fund të semestrit, profesori e thiri dhe i tha se nuk kishte plotësuar minimumin e prezencës. E ftoi në zyrë për të diskutuar më tej dhe për të gjetur një zgjidhje. Atje, profesori i tha se për të kaluar vitin, do të duhej të përsëriste atë vit, sepse nuk kishte pasur prezencë të mjaftueshme. Ermira shpërtheu emocionalisht. Ajo i tha profesorit që kishte punuar me shumë mund për të arritur aty dhe nuk mund të priste të fillonte gjithçka nga e para. Ai i tha se kishte një mundësi tjetër për të. I tha se mund të plotësonte prezencën nëse ajo do të pranohej të shkohej me të në një vend të vetëm. Ajo nuk e kuptoi menjëherë, por profesori filloi t'i fshin lotët, t'i luante flokët dhe e shikoi me një shikim të njohur. Do të mund të ndihmoj, por duhet të pranojmë një marrëveshje, tha ai. Ajo e kuptoi menjëherë se gjithçka kishte qenë një plan i përgatitur dhe shpresat e saj u shkatëruan përfundimisht. I gjithë universiteti, gjithë ëndra e saj, ishte një farsë. Ndihej e blokuar, pa mundësi tjetër. Abuzimi u bë një pjesë e jetës së saj, një pjesë që i duhej të mbante fshehur nga të gjithë, sidomos nga familja e saj që e mbështeste aq shumë. Ai vazhdoi ta shantazhoi, ta kontrollonte dhe ta përdorte, duke i shkatëruar shpirtin dhe gjithçka që kishte ndërtuar deri atij momenti. 8 vjet më vonë, Ermira ka punën e ëndrave dhe një rrogë shumë të mirë. Ajo është e suksesshme në fushën e arkitekturës dhe ka arritur të mbijetojë. Por trauma, dhimbja dhe kujtimet e asaj periudhe të errët e ndjekin çdo ditë. Ajo nuk mund të harojë ato që ka kaluar dhe profesori, ai njeri, ajo përbindësh, ka lënë një shenjë të thellë në jetën e saj.
Mesazhi që ajo do të donte të jepte për vajzat e tjera është ky. Mos prano kur asgjë që të bën të ndihesh e detyruar. Mos lejo askënd të përdor pozitën e tij për të shkatëruar. Ëndrat tuaja janë të vlefshme dhe askush nuk ka të drejtë t'i shkatërrojë ato. Vendimi që ajo mori për të pranuar abuzimin ishte i keq dhe ajo e sheh si momentin më të keq të jetës së saj. Por edhe sot, ajo lufton çdo ditë për të shëruar. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.